Ndalën ju robër të Allahu për lakurisis, ndalën ju vëllezërit e mi për alkoholit, ndalën ju robër të Allahu për imoralitetit, ndalën ju robër të Allahut për të gjitha harameve dhe mëkateve që i hidhërojnë Allahun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një natë erdhën dy krijesa më morën për dorë dhe më dërguan në një vend të çuditshëm, kur atje thot e pash një furrë, ku pjesa e poshtme ishte e ngushtë, kurse pjesa lartë ishte e gjatë. Brenda në të pash djelmosha dhe vajza të reja, të gjithë lakuriq, ku zjari kur ndizesh dhe nga poshtë ata ngjishteshin lart. Pase kur shuhesh te zjari ata zbritnin poshtë, dhe ju thash atyre të dyve, kush jeni ju dhe kush janë këta? Ata më thanë, njëri prej tyre tha unë jam Gjibrili, kurse tjetri prej tyre tha unë jam Mikaili, kurse këta njerëz, burra dhe gra lakuriq që i paje në këtë furrë, jenë zinaqarët dhe zinaqaret e ummetit tënd. Ky do të jetë dënimi i tyre në varr deri në ditën e Kiametit. Allahu na ruaj. Mos e humb xhenetin e Allahu xhallahu ala për një 5 minutë kënaqësi për kënaqësive të kësaj dunjaje. O ju robër të Allahut, këshilloni fëmijët e juaj ta kenë frikën Zotin xhallahu ala, të ruhen prej moralitetit. O vëllezërit e mi, sëmundjet janë shkaku i zinas. O ju robër të Allahut, tërmetet janë shkaku i zinas. O ju robër të Allahut, hidhërimi i Allahut është shkaku i moralitetit dhe i zinas. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, ya ummat Muhammad la akhiru min Allah min an yazni abdu au tazni amatu. O ummeti Muhammedit, s'ka më xhelos se Allahu që ta sheh robin dhe robëreshën e tij duke bërë zinë dhe imoralitet. Cila nana, cila grua, cila motër e dëshiron? Kush prej jush e dëshiron për motrën e tij? Kush prej jush e dëshiron për nënën e tij? Kush prej jush e dëshiron për hallën dhe tezën e tij? Po filania dhe alania është motra e dikujt, nëna e dikujt, bija e dikujt, gruaja e dikujt. Andaj ju robër të Allahut, të kemi frikë Allahun xhallahu ala, dhe ata të cilët i kemi në pushtetin tan për prej fëmijëve dhe të afërmve dhe dashamirëve tonë t'i ndalim, se vallahi hoxha sot e thot, pasha Allahun e madh ka për me ardhë dënimi i Zotit xhallahu ala, dhe atë ditë në mëngjesin dhe në mbrëmjen e asaj dite s'ka kush që t'i shmange dënimit Allahu xhallahu ala.